Është pranuar në raportin e kirurgjisë, kon afërsisht 3 orë gjys 4, ka zgjatë intervenimi kirurgjik. Pacienti është pranuar në raportin e kirurgjisë për shkak të dhimbjeve të abdomenit, që janë shoqëruar me pengesa obstipative, domethënë me pengesa mekanike në pasojën e zorëve dhe një ndjenje diskomforti. Normalisht një prani e një masë të madhe tumoroze shkakton dhimbje dhe një ndjenjë diskomforti. Është pranuar në raportin e kirurgjisë dhe pastaj është përpunuar me të gjitha ekzaminimet e nevojshme imazherike dhe laboratorike, së bashku me kolegët me një qasje multidisciplinare me kolegë të raporteve tjera. Është bërë përgatitja e saj për intervenim kirurgjik pas vendosjes së indikacionit për shkak të pranisë së masës së tillë, kështu që kemi vendosur indikacionin për operacion dhe kemi realizuar operacionin. Sa ka zgjatë ky operacion edhe ndoshta sa mja kanë qenë të përfshim këto? Si intervenim kirurgjik është mjaft kompleks për shkak të gjendjes së përgjithshme të pacientes dhe prania e një mase të tillë në zgavrën e abdomenit çdo mend për shkak të implikimit të strukturave vaskulare dhe afërsisë mekanike me organet parenkimatose është mjaft sfiduese. Si procedurë operative me përgatitje, qasje pre dhe gjatë operacionit, dikon afërsisht 3 orë gjys 4, ka zgjatë intervenimi kirurgjik dhe është kryer me mjaft sukses me mjek. Si operacion, normalisht që bëhet në një punë ekipore me anesteziolog, kirurg, qasë, domethënë me mjek të tjerë të domenit, specialitet domenit tjera për përgatitjen për operatore, kështu që në përgjithësi intervenimi kirurgjik ka kalu mirë, pacienti tash është në gjendje të mirë, stabile. Po dashta më të pyet çysh është gjendja tash e pacientës? Pacienti është mirë, në gjendje stabile shëndetësore, na po e monitorojmë dhe po shpresojmë që nesër ajo do të lëshohet për në shtëpi. Kështu që gjendja edhe e hershme postoperatore dhe postoperatore në përgjithësi ka kalu mirë, hemodinamikisht pacient stabile, me një gjendje të kënaqshme shëndetësore, kështu që në përgjithësi është mirë. Si operacion ka kalu mirë edhe periudha operatore, po dhe ajo postoperatore ka kalu pa komplikime. Masën tumoriale ju e keni dërguar tash në QKUK, po për me kshyrë përmbarjen? Po, është protokollore se cila masë ishet për ekzamenim të mëtej histopatologjik. Masa është dërguar për ekzamenim histopatologjik në Institutin e Patologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Prishtinës. Kështu që ne presim rezultatin kthyes të rezultatit histopatologjik, varësisht për rezultatit që kthehet, mandej planifikohet për trajtim, mënyrën e trajtimit dhe trajtim të mëtejshëm. Po ajo domethënë kondicionohet prej rezultatit kthyes histopatologjisë. Në përgjithësi ajo është mirë, tash presim rezultatet dhe të shohim për matuti si do të vazhdoj trajtimi i saj. Ju si mjek në Spitalin e Përgjithshëm të Mitrovicës, sa ju bjen është që si raste me pas operime ose me pas ju mu përballë e di që janë raste jo të lehta? Po, në përgjithësi, rastet sfiduese, si kjo, edhe raste tjera, janë mjaft sfiduese edhe për spitalin tonë, por për spitale më të avancuara. Kjo në mendoj që ka një ndikim bilateral edhe tek ne të profesionistët shëndetësor, por edhe të pacientët. Kjo tregon një ambicie, një vullnet të punëtorëve shëndetësor, një angazhim multidisciplinar për të realizuar operacione që janë pak më komplekse, më sfiduese, por në tjetër anë edhe për pacientët, për një qasje më korrekte, për kryerjen e kontrollave periodike, evidentimin, diagnostikimin e hershëm të patologjive ndryshme, e cilat trajtimi i cilave mandej është edhe më i lehtë. Si ndërhyrje kirurgjike është mjaft sfiduese, jo vetëm për ne, por për çdo cillën spital do të ishte e tillë. Prandaj kjo tregon vullnetin tonë edhe punën punëtorëve shëndetësor që bëhet me vetëm të jashtëzakonshëm.